Zbardhet skema e vrasjes së 24 vjeçarit Luiz Gjergji, i cili u ekzekutua me breshëri Kallashnikovi brenda në makinën e tij. Sipas policisë, dyshohet se shkak për vrasjen është bërë ngacmimi që viktima i ka bërë disa vite më parë motrës së autorit, i identifikuar tashmë me emrin Eduard Hulej. Luiz Gjergji u vran në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte në aksin Vau Dejës Bushat. Ndërkohë efektivët blu kanë vënë në pranga mëngjesin e sotëm Akil Gradeci nga fshati Shkezi Vau të Dejës, të cilin e akuzon si bashkëpunëtor në vrasje. Mësohet se mes autorit dhe viktimës pak ditë para ekzekutimit ka pasur një grindje. 32 vjeçari që tashmë është shpallur në kërkim, sipas të dhënave të policisë, duket se kishte planifikuar hakmarrjen. Për këtë qëllim ai është ndihmuar dhe nga shtetasi Akil Gradeci, duke organizuar pritën. Viktima ishte duke u kthyer nga aeroporti i Rinasit ku kishte përcjell nënën drejt Greqisë në momentin kur u ekzekutua nga Eduard Hulej. Pas të shtonave si dhe nga breshëria Kalashnikovit, makina me të cilën në riu ka qenë duke udhëtuar, ka dalë nga rruga duke përfunduar në një kanal me ujë anës rrugës. Pas kësaj, autorët janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Të parët që kanë njoftuar policinë kanë qenë banorët e zonës.